Dhe një sekundë, Allah. Këto mund ndodhin në Kolumbi ose në Meksik. Çfarë perle? A kupton? Ja pra Çfarë çan. perle, çfarë? Këtë është performancë e përpare, Flamur. Është performancë për burë kjo. Ja, shikon. Ndaj pyetje që kam unë është kjo. Ore, më thani sekundë, Flamur. Harova, unë do të hurë zërin. Ore, Ramsi 4. Si duron, më dha, si nuk arreston Spakun, më Flamur. Mori digjo, ka marrë 83 vota. Prita mbaroj në analizën time. Ka marrë 83 vota, Allah. Dakor? Kam mbështetje popullore për herë të 4. Iran në qaf i goditën njerëzit në fillim. Tani vazhdon ta godasnë akoma janë fut para dhom. Tani pyetja ime është kjo, valla. Ky njeri më që unë e di shumë të fuqishëm dhe i paprekshëm. Si nuk ka arreston Spakun, më Flamur? Si e lejon? Dhe unë dhe pyetja ime është, ju ato ta ndihmoni apo jo, se edhe ju jeni kundër Spakut. Jo, prit të them një gjë. Ku ndryshoni ju? Ja do ta them. Ndryshimi është si nata me ditën, ne nuk kemi as lidhje me të, se tash lutem vetëm para raport me Spakun, ai tani po vjen te qendrimi juaj pra. Jo, e vetëm një gjë që ka ai, më fal, ai nuk i thot skap. Jo, nuk vjen te qendrimi. Përdor gjumë etike. Sepse nuk vjen te qendrimi jon. Tani, ai ka hap luftë kundër Spakut. Ne kemi etiketuar 2-3 prokurorë aty, të cilët janë kamikaz politik. Me në kryet Dumanin. Tani, kur Berisha thot skapi, nuk thot 2-3 prokurorë. Sepse ata janë drejtuesi, Altin Dumani dhe janë 2-3 tjera aty, janë bërthama anti-opozit, këtë kemi patur ne. Dhe ai përsa ku e ka drejtuar Dumani, ne i themi skapi, sepse ashtu ka funksionuar. Se tani që jeti bravo për shumë. Të shohim, skap. Dhe, por Rama, qëfar ka Rama? Të shiko. Para se këtej përgjigjen çfarë ka Rama, se Rama nuk është... Jo, pyetja ime është pse nuk e arreston Spakun më zotëri. Nuk është sot, po e dëgjuat çfarë tha sot apo jo? Gjithë ai agresion kundër Spakut, ishte agresion i madh. Pra ai sot lart kuptohet që ne kemi 83 vota dhe nuk e lëshojmë. Pra nuk pyes për drejtësinë, nuk e lëshojmë imunitetin. Do kërkojmë llogaritha. Nuk pyes për drejtësinë, madje drejtësia do të rrimë i këmbë para meje dhe nuk është çudi që të vjen te kjo që tha ty. Ky është interpretim, se nuk e ka thënë kështu fiks. Po duhesh e lexoj. Është interpretimi pra. Interpretimi jot. Në kuptimin ai lat kuptoi që ne nuk dalim kundër, po kësaj radhe ndryshe nga herët e tjera ishin futur te përmbajtja, kësaj radhe do kërkojmë. Po të vinë në parlament, do kërkojmë pse e kërkoni këtë mas. Po ta them pse. Kësaj radhe, a dini pse tha Rama pak a mund pse ka reaguar? Sepse me këtë reagim sotëm dy gjëra shqiptarët duhet të kuptojnë. E para, që del qartë se pas çdo arrestimi të tjerëve ka qenë Edi Rama, pra i ka lëshuar Edi Rama, i ka lëshuar si ushqim. Edhe këtë Erion Velin, thoti. Si ushqim, për atë të ashtu quajtur në drejtsinë e re që thotë ai dhe për të treguar që ja kush jemi ne, po kur për rastin e fundit jo, pse? Se është vetë. Arjan, shije nga mendja ti, unë dhe kush do tjetër, që Belinda është vetë mrapa këtyre gjërave. Janë bashkë. Dhe tani, kur vjen e trokitet të dera, ai tani alarmohet, sepse ka kuptuar që trokitja është në derën e tij. Je i sigurt më Flamur se këtë të kam ftuar sot? Kjo është 100% e sigurt. Ai njeriu ti e di që ka fshehur. Se po i them 100%. Ta bëjmë muhabet. Ai njeriu e ka fshehur gjithmonë ankthim, dhe kur ka pas ankthve, ai i fsheh. Të radhjo. Kjo pyetja ime këtu është tani pra. Të radhjo. Çfarë ka tani që pa pritur, nuk e mbajti dot. Sepse ai mund të luante, ai mund të luante prapë s'ka luajtur gjithkohon më. Ke parasysh që ne e kemi krijuar vetë, ne do të mbështesim, edhe pse 2-3 herë i ka rënë, po prapë është kthyer. Kësaj radhe vëlla. Sepse kësaj radhe po troket te paradhoma e tij. Po ti e di shumë që kjo nuk ndodh. Jo, ti e di shumë që nuk i shkojnë dot atij. Kam përshtypjen se të gjithë kanë patur një bindje të tillë të gabuar. Këtë radhë trokitja është tek paradhoma e tij. Ai jeni të sigurt nuk shqetësohet se arrestohet çdo kush, përveç se kur i trokitet te dera e tij. Por Flamur, të bëj një pyetje konkrete. Ne që jemi ne të dy, jo nuk ka nevojë se nuk e kemi elektorale këtë sot. Po do të sqaroj një bisedë. Vetëm një gjë që është fakt. Po jo më sqaroj, po prit të bëj pyetje. Po ma bëj, po ta sqaroj këtë, ma bëj pyetje. Shiko. Belinda është e zhytur, por Turku, kompaninë turke nuk e njeh Belinda dhe këtë ta themi ne këtu është botërisht e ditur. Në Turqi askush nuk pse shkoi dot Belinda vetëm, po shkoi me gjithë Ramën. Pa më bëj një pyetje. Në Turqi shkoi Belinda me Ramën. Pra, po s'është një gjë, nuk është një vepër penale të shkosh në Turqi, o Flamur, se u bë buni sigur kanë vetë fshehur. Jo, zotri. Po ta s'vetëm fshehur. Jo, nuk e kam aty unë. Në Turqi dhe Belinda është këtu në gjërat këtu është e zhytur pafund, por Turkun ja ka negociuar dhe urdhëruar Rama dhe aty është bashkë. Po edhe, më fal,
edhe tek aeroporti i Vlorës. A e dini ju apo jo? Edhe te aeroporti i Vlorës. Pritni do shifni çuditëra. Është sikur splet në media. Jo, fol sa ditë e lan, si ka mundsi aeroporti i Vlorës? Sepse siç e di, Rama përpiqet të negociojë, të çojë negociator për të qetësuar, por aty është histori e thellë dhe është histori e rëndë, sepse flitet për një 40%. Edhe ai 40%. Ska lidhje shteti atje është marrëdhënie mes atyre ortakëve. Tash duhet po të shohësh ortakët, do të dalë si ai i Salillarit, që merrte 800 euro rrogë te Salilari dhe shkon e merr portin 6 milion euro në Durrës, në Vlorë. Ose po ashtu punëtori i Salillarit, po me 800 euro merr 80 milion euro panele diellore. Po të hysh te ortakët, do të dalë kjo gjë. Dhe është një flitet Çani, për një 40%. Dgjoj. Kjo akshi ç'a ishte më valla. Ishte ti këtë? Se kjo ishte qershia mbitor. Kjo ne kemi pra sot për ta dhënë si informacion. Me se e dha tani AI, tani e dëgjuam ne atë vajzën, atë inteligjencë artificiale. Përveç Mirlinda Kërçanaj, si e ka ajo. Kërçanaj. Ajo masa ishte arrest shtëpi apo jo? Për këtë. Po. Ndërkohë që por këta dy të tjerët janë në Shqipëri, zoti Agasit dhe zoti Beqira nuk janë në Shqipëri kam përshtypjen. Tani këtu do të rikthejmë asaj pyetjes parë, sepse ju bëni shumë pyetje nuk po mleni ti ser, vetëm le ta ser, të lutem. Dakur, patjetër nuk vjen keq. Ne kemi parë gjëra raste të tilla në Kolumbi dhe në Meksik. Po. Tani ky është rast. Me zë dhe me figurë. E ka regjistruar tipi? Jo, më falë. Ka regjistruar tipi, se dëgjova për një regjistrim, që e kështë filmuar dikush pra. Nuk e di, po mund dalë... Ky Dominim Peng, si kështë emri ky Dominim Peng, më duke se kështë regjistruar, tani, o ky o Daniel Shima, i thot doktori. Ky Danieli flitet, edhe ky mund tjetë, po ky ka ikë, është artist për vete tani. Cili? Ky ka qenë ortaku i Banxhanakut Ramës. Cili ka ikur? Ky biznesmeni që unë marr Peng. Po si e ka emri ky pra? Tash si se kujtoj do të dhonë emri të. Ky Gerond... Po. Gerond Qela? Po, Gerond jo Qela, kishte në emër tjetër. Si e kishte ky më valla, se unë tani me këta emrat, bobos të merr janë emra. Çfarë tregon Çani? Çani, e thatë ju, kemi parë në Meksik dhe në Kolumbi. Ja pra, ajo që ndodh në Meksik dhe në Kolumbi, ndodh dhe në Shqipëri. Atje urdhrohen dhe merren peng biznesmen dhe njerëz. Në Shqipëri urdhrohen dhe nga kush? Nga drejtoresha e Akshit. Po ku e gjen forcën kjo më? Tek oborri i kryeministrit. Po ç'shije ka kjo me Ramsin më? S'po e kuptoj unë. Tash ajo është gjë që duhet ta zbar, ka lidhet. Si godina janë gjithë me njëra tjetër, njëra përballë tjetrës. Miku im, çdo lidhje tek Ramsi që i thua ti, është o kriminale o korruptive. Lidhje shpirtërore nuk ekziston. Kush gënjen është tjetër gjë. Lidhje zyrtare, më fal, lidhje zyrtare dhe politike nuk ekziston. Ata janë formalitete. Hierarkia zyrtare dhe politike është formalitet. Se bëjmë sikur në gjëne, se kjo dihet të flamur. Prit. Pra, a ndodh Meksik, a ndodh Kolumbi, ndodh në Shqipëri. A është narkoshtet atje? Ja ku ke narkoshtetin. Është prova më flagrante. Tu s'ka lidhje me narko. Më evidente, po. Kjo çështje tenderash në Aksh. Prit, ke gabim. Kush është Bysa Agasi? Dini apo jo? Jo. A ja them unë. Se kam iden. Unë këtu, që keni përballë, me 10 herë në parlament, në komisione, edhe konferenca shtypit. E kam akuzuar Bysa Agasin si koordinatori i krimit të organizuar dhe karteleve me qeverin, me kryeministrin. Po ç'i e ka ky me Ramsin? Tani ky pra vjen po të bëj. Jo, ma thuaj cila është lidhja se të çoj mirë tani. Ja, a ka qenë biznesmen, më dha, është biznesmen ky zoti Agas, unë se njoh. Unë di vetëm që ky është djali i këtij i thuaj. Bardhyl Agasit. Bardhyl Agasi që kam njohur, kur ishte gazetar i ri që punoja që mbuloja Partinë Socialiste në atko, nuk e di e mban mend apo jo? Po, e mbaj mend se mbaj mend. Me Bardhyl Agasi shkëmbeshin shpejt për korridore, se isha un reporter i PS-s. Po. Edhe një burr shumë i respektuar, një burr i urtë shumë i mirë, po Bardhylin njoh, babai, po djali nuk e di. Tani vetëm kaq di unë për këtë. Tani Bardhyli nuk e di, a është Bardhyli, është në jetë Bardhyli. Është në jetë, po pra. Është dhe nuk dhe është si shton ju. Po pra, unë e di po pra. Por Gysi na doli një ditë koordinatori kombëtar i krimit të organizuar dhe karteleve në Shqipëri. Një sekondë, por kjo nuk është posto plan. Prit, po ta them unë. Qeverisë shqiptare
një ditë bukur, krahas ministrave, i doli në listë edhe një koordinator kombëtar për krimin organizuar dhe kartelet, është i vetmi vend që ekziston kjo. Si quhet tani posti zyrtarish pastaj? Koordinatori i krimit kombëtar. Jo i krimit, I krimit, po pra, dhe krimit. I luftës kundër krimit. I karteleve. Dgjoj, nuk ka. Është i luftës kundër krimit. Koordinatori kombëtar i krimit, i lidhjeve me krimin dhe kartelet. Ky është. Po i luftës më. Jo, nuk është i luftës, sepse s'mund të ketë. nuk është në letër. S'mund të ketë një post të tillë qeveri. Çani, po nuk është post i shkruar në letër. Ku është? Është post. U them post zyrtar, po ka pas. Jo, ka pas post zyrtar, po post zyrtar ky Agasi ka pasur post zyrtar. Gjërat pa vlerë janë gjitha edhe postet, po them pozicioni më i lartë që ka këto vite ai. Po si ja fakton ti lidhjen me Ramsin se dhe i jeni të paparmër burr. Si ja faktoni jo Flamur? Ka ndonjë provë për këtë? Po që se shikoj do të them, provën e ka Spaku. Po lidhjen me Ramsin? Gjitha lidhjet. Por unë ditë faktoj një gjë. Që kur vinte fushata, Gysi koordinonte troplinët, qelët, xhabaftët, bajet, gjithandej. Ky koordinonte dhe ky në emër të Edi Ramës ju caktonte që këtë kandidat për deputet, më ka thënë shefi, thoshte Gysi, po, që këtë kandidat ti do ta mbështesësh dhe do shohim sa fuqi ke, sa vota do japësh ti Ramës. Pastaj në varësi kësaj votave do të marrësh edhe shpërblimin nesër pushtet. Njëri kartel këtë, tjetri kartel këtë, tjetri këtë, i caktonte. Saramilen, për shembull në Elbasan. Kush është Saramile? Saramile është një deputete e rilindjes. Ja caktoi. Shkoi Gysi, u negocioi. Shke fitoi shumë vota në Elbasan. Po. Negocioi me Suelin dhe i tha Suelit, tani tha, shefi tha, që të tregosh ti sa e do shefin dhe sa e mbështet shefin, ka kërkuar që ti votosh Saramile. Sa mbështet do ke Saramile, aq respekt do të kesh ti nga shefi nesër në pushtet. Shkoi në Durrës, ju tha për Arken Ballën, i cili kishte 2000 vota në 2021, si ishte një qytetar i panjohur, ku kandidoi, ndërsa tani shkoi 20 e sa mi vota. Të njëjtën gjë bëri edhe me xhabaftët në Vorë, ju tha, ke këtu, tha, ose Elisën, ose këtë Blendi Gonxhe. Dhe më duket ata punuan për të dy. Tani e kupton ti edhe të tjerë. Këtë ka bërë Gysi. Me mesazh thot Çani thuaj Flamurit, ai e di thuaj, po nuk e di pse nuk e thot. Gysi ka qenë drejtori i përgjithshëm i LSI-s në Ministrinë e Mjedistit të Ter Kokës. Ka pas qenë që atëherë në kohën e Ter Kokës Gysi? Mund të ketë qenë. A e pra? Nuk e di, sepse nuk e di, por mund të ketë qenë. Kjo nuk ndryshon asgjë. Di pse? Sepse edhe dikush që ka qenë drejtor, mund të ketë qenë drejtor, që kemi edhe ne që ka qenë deputeti joni, ka shkuar ke Rama. Kjo s'do të thotë, unë flas kujt po i shërben sot. Ka dhe individ të cilët djes kanë qenë të inkriminuar, sot janë inkriminuar. Kjo është e vërteta. Dhe kjo nuk ka lidhje me ngjyrat partijake. Kushdo që zhytet, do kthehemi pas pak. Po vetëm një sekond. Kushdo që zhytet sot dje apo nesër në batakun e drogës, krimit dhe të korrupsionit, ne drejtojmë gishtin. Kur ka qenë qytetar i lirë, ne nuk kemi pas punë. Tani Flamur Noka, të falenderoj për gjithë detajet që më dhe deri tani, u kënaqa shumë me këtë bisedë, se mbajti pak herë tamam bisedë jo si në studio. Jo, si në studio, po në studio me analist dhe jo me banalist banaqeve të karteleve. Po gjuna dhe ata më burta, do marrë lekë dhe ata dhe Flamur. Kur e lyhen gishtin ke kartelet apo ke korrupsioni, këtë karteleve ma thuash mbrapa emisionit, vëlla. Do të ta shpjegoj se paguhen portale, paguhen. Kartelet e drogës? Po. Lere më lere. Kartelet e drogës? Lere, mirë. Prisë, se nuk e dija du ta themi në emision apo jo këtu. Prisë, ky është informacion i klasifikuar. Një sekundë. Kartelet e drogës. Mirë, të lutem se paguajnë gazetar, kanë hapur portale për të sulmuar dhe e keni vërej si sulmohet opozita. Sot po të vi dikush nga jashtë shtetit, edhe t'ja përkthejnë gjërat që thuhet, thotë sa keq po qeverisë ka Sali Berisha dhe kjo partia demokratike. Se kujtojnë se është Saliu akoma komunist. Po, sepse ashtu shikonti, Sali Berisha sulmohet pa fund. Po, është mjeshtri gjatë lartë më burqi e burë. Do thonë edhe për mua, për shumë do thonë, ky ministri bërshëm, ti ka kadabisur me kartele dhe me drogë Shqipërinë, e kupton ti ky sa i poshtë që sepse këto shkruhen. Edhe ti më thua mua që është në hall Ramsi. Si mund të jetë një hall një njeri i cili ju bën ju të duket sigurisht qeverinë ndërkohë që keni 12 ditë pa pushtet më. Ai paguar. E kupton? Ai ka një gjë.
ai pushtet nuk lëshon. Paguar, Para lëshon shumë. Po ka dhe ide, valla. M'fal. Nuk është punë vetëm pagesë. Jo, prit, jo te pagesa është gjithçka. Ai, Unë them që është e idet, megjithatë. Çani, ki një gjë nga unë. Më thuaj. Para lëshon shumë, se si duket I ka pa hesap. Para lëshon shumë. Ku janë mona? Pushtet, nuk vinte ti Çani. Si s'ka punë Sepse gjë, ti, pse nuk vinte ti? Se ti nuk je njeri që ke ofruar në herë jetate pazar në këmbim të dinjitetit. Duhet thënë që ka pasur privilegjin të kem rroga shumë të larta, është. Jo, nuk e di. Pasë po kisha rroga të vogla do isha edhe unë, Jo, Çani, sepse ka edhe njerëz me rroga të vogla që s'kan pranuar. Prit. Jo, Çani, jo, s'ka. Tani mbruar janë. Flamur. Të ta sqaroj. Unë mendoj që nuk është, shiko. Unë mendoj që nuk është një virtyt kjo. Unë mendoj po. Unë mendoj që është virtyt të mos thyesh përballë krimit dhe korrupsionit dhe të mbash dinjitetin. Dinjiteti është gjëja më e shenjtë e njeriu. Kur ti ushqehesh me parat korrupsionit apo me parat të krimit dhe drogës, ti nuk je më njeri I lirë, ti nuk ke më dinjitet, ti ke shit integritetin, dinjitetin, profesionalizmin, personalitetin, ti ke shit gjithçka. Janë dakord. Kjo është. Megjithatë po të vinim prapë unë do Për fat keq sot ka shumë këta që dalin thot dhe nëpër media dhe thon sa keq po qeverisë Sali Berisha dhe Partia Demokratike. Janë të tillë ça marr më pse. Ua sa bukur ta bëja unë këtë gjëna që s'm vjen mua ndonjë. E ndoqë edhe dje. Edhe dje në një podcast Sali Berisha. Ua sa m'pëlqen kjo. Kishte qeverisur shumë keq dhe Sali Berisha I kishte fajet për këtë situatë. Tamam një muaj që vjen të ta ish kryeminist. Po, kjo është. Ja, këtë se kisha parë me këtë sy atje. Tani ja ku e ke, ky është. Dhe për këtë dëgjoj, për këtë marrin lek të thuat ti më. Patjetër. Paguhen. Marrin shumë lek. Për kaq pak? Shumë lek. Shumë lek. Ledio, të vinë ato, rikthehej me Flamurin se nuk është përgjigjetur akoma pyetjes. Pse nuk e ndihmojnë dhe këta të PD-s Ramsin të arrestoj Spakun? Se nga që kanë dalë sot portale kartelesh. Kanë dalë edhe mercenar kartelesh, edhe mercenar të qeverisë dhe shigjetojnë, tash I ke drejt të kesh ti pikë të tua, është normale sot. Por do të kujtoj një gjë. Geron Meçe quhet biznesmeni që ka qenë ish ortaku Geron Meçe pra. Ish ortaku I Baxhanakut të kryeministrit. Po pra. Që është marrë peng. E kupton, Çani. E kupton një drejtues, një drejtoresh urdhëron marrjen peng të një biznesmeni. Nuk e dim tani këtë, pra mos e bëni dhe ju fakt të krye burr tani. Po të merresh. Po le të paktën ta thotë Spaku tani o burr. Ja pra ja, ky është, ore çfarë të thua, është tmerr. Po le ta thotë Spaku. Është tmerr. Ore, e dini ju që Akshi riplasë titullin Ledio. Është miniera e arit e Baxhanakut të kryeministrit. Mone Flamur, edhe njërë. Këto janë dhe gjitha legjenda urbane që ne kemi... Jo, nuk janë urbane. Shifen... A do e thot Spaku këtë gjë? Aty janë. A do e thot të gjë, më këtë gjë sa po dhe ti? E lidh do të gjë ai me Ramsin? Do ta thot, more. Do e thot? Shiko, në rast se është drejtësi e pavarur, do ta thot. Pse? Cili prokuror e ka këtë të Akshit, më di? Nuk e kam ide, se nuk ashtu. Çfarë? A e dini ju që shumicën absolute të tenderave sekret të Akshi I merr zotëria Frangu. Po ç'është Frangu më burr? Baxhanaku I kryeministrit. E ka Baxhanak vërtet më? Po. Ç'do të thënë Baxhanak për mos? Baxhanak do të thotë që kanë gratë motra. Si një sekond molla, do të thënë që ky është burri I motrës së gruas së kryeministrit. Po. Po e ka quhet Frangu ky? Po, ai ka mbiemrin. Se di se ka emrin, po mbiemrin e ka Frangu. Tani ku e dini ju këtë gjë, më? Ku e dini që e thoni me kaq siguri, më Flamur? Që tenderat I merr ky. Si e dini ju këtë gjë? Keni informacione ju apo janë gjëra që kanë dalë nga Spaku, sepse ka një ndryshim të madh, valla. Jo, mor, Çani. Që të bëni të besueshëm Flamur. Ta them unë. Më mirë, mbani çik veten, leni Spaku ti thotë gjëra. Po, ta them unë. Ne kemi kaq vite që e themi këtë gjë. Që kemi thonë që këtë që po ta them tani, që Akshi është miniera e arit ku familjarët e kryeministrit, që familjarët e kryeministrit kanë zbuluar për të pasuruar. Ne nuk e kemi thënë sot. Në emrin e këtij fangut kemi kaq vite që e përmendim si përfituesi kryesor I tenderave sekret. Ore Akshi, për ata që nuk e din, është agjencia kombëtare informacionit, shërbimit informacionit. E shërbimit informacionit, që do të thotë, për shembull, I Albanian e mban Akshi apo jo, e mirëmban Akshi. Agjencia kombëtare, shiko, diellën, e ka krijuar Akshi. Çka ka të bëjë me teknologjinë? Me teknologjinë bukur. Është Akshi. Po pse më kaq shumë lek ka ky institucion më bukur? Kaq shumë para ka më? Sa është buxheti I këtij institucioni? Mëse nuk e kam kuptuar asnjëherë. O, no magjik çik më buxhetin e Akshit. Çani, ta them unë? Po ma thuaj. E di ti buxhetin fiks? Jo, nuk e di.
Po atëre ç'do më thuash? Do ta them unë. Ma thuaj. Institucionet kanë para aq sa u jep, sa dojmë t'u jap qeveria. I montan fillim viti ato. Në fund kur bëhet buxheti. Fillim u jep sa do jep qeveria. E din Po qeveria. sa pra, ja ta marrin vesh tani. Mani Shifrat nuk i di, por di këtë gjë, që është bërë parajsa e fangut, parajsa e frangut, kushërit, Po pse akshi dhe jo një agjësi tjetër për shembull. Duhet ta thotë drejtoresha vet apo kryeministri, nuk e themi dot. Por di të them që kjo ka ndodhur. Kjo është dhe ne kemi drejtuar gishtin. Kemi drejtuar gishtin. Dhe unë i kam bërë këto pyetje kur ka ardhur në Komision të Po Sigurisë. çka bërë denoncimin pra? Kur ka ardhur zonja në Komision të Sigurisë, unë jam drejtuar me këto pyetje. I kam bërë këtë diskutim që bëjmë sot tu. I kam thënë zonjë, më shpjegoj një arsye pse Carlo Bolino dhe Baxhanaku i Edi Ramës e kanë parajsën e tyre aty. Te institucioni jot marrin çdo tender sekret. Kjo është. Po shije ka Polino Po, aty kanë parajsë e tyre. Është rruga që gjen qeveria për t'i paguar, për t'i shpërblyer, për misione. Ky është çështje tjetër, ky Baxhanaku. Po dhe Carlo në këta. Pa as i lidhje. Çfarë lidhje ka Carlo me teknologjinë dhe informacionin? Mund ma shpjegoj dikush? Po se më ç'lidhje ka Carlo me atë? Ka krijuar një kompani kot, dhe vetëm merr para pafund aty. Ka krijuar Carlo kompanin? Po. Po ku ka shkelur ligjin pra? Se këtu do të kuptojmë, se kompani Flamur nuk ndalon njëri të krijosh. Ku shkelet ligji? Pra ku ka bërë korrupsion? A do të gjesh ku shkel ligji? Ma thuaj pra që, ore, duhet jemi sa më korrekt me njerëz. Se Carlo se kemi këtu tani dhe... Ky Geron Meçi, pse u mor peng? Mund të më shpjegosh ti mua? Jo, se kam iden. Po ja pra, që të hap rrugën që të fitojnë tendat këta. Se ky ishte pjesëmarrës të tender. Ky kishte qenë bashkortak, dhe pastaj ishte ndarë, kishte kriju kompanin vete dhe rivalizonte në konkurrencë. Konkurenca është e dëmshme për regjimi që jetojmë në sot. Konkurenca është ndaluar. Jo, ashtu të heqin qafe. Dhe ja pra, u mor peng. Sepse po konkuronte Baxhanaku në kryeministrit dhe po konkuronte Carlon. Por më pse ka ikur dhe Geronti, se mirë këtë e kuptoj unë këtë Agasin Theti dhe këtë Beqirajn. Këta dy... Po ky pse ka ikur që u mor peng, këtë se kuptoj, se më the ka ik dhe a i the. Gysi? Jo Gysi, jo. Ky Geront Meçi, si e ka. Pse ka ikur a i? Ato janë çështje që unë nuk i di. Sepse ai... A i ishte rezikuar nga sfaku sot? Më fal. Sa ju mor peng, thuhet. Nuk e di dhe nuk... A i është viktim në këtë rast? Fal, prit, në këtë rast. Po mund të jetë bashkëpunëtor në raste tjera. Po për atë kërkuar gjë për këtë Gerontin, kërkuar gjë nga sfaku sot? Po, kërkohet edhe për Gerontin, kështu që... A, kërkohet dhe ai? Kështu që aty është historia, por çfarë është... Këto janë çështje... Nuk ka info, më thonë, nuk ka info, çudi e madhe, nuk ka info për buxhetin e Akshit. Po është sekret. Po të kërkosh në Google. Jo, ta thash unë sekret. Po s'duhet të jetë sekret kjo mos ai. Ajo është agjenci shtetërore apo? Çani, deri në 2013, kur ka qenë Sali Berisha kryeministër, nuk ka pas asgjë sekret. Çdo fond publik ishte transparent përpara shqiptarëve. Sa erdhi narkosi në pushtet, u vendosën dy gjëra: kodi omerta i gjithë zyrtarëve të shtetit, dhe tendrat sekret u mbyllën, nuk dije asgjë për publikun. A e dini ju që sa tendra sekret ka marrë burri i Vlautinit për shërbimet që ka bërë në Ministrinë e Brendshme? Mbaje këtu një sekond. Burri kujt? I Vlautinit. Qa ka marrë? Ishte ambasadori i ABE-s, Vlautini. Mbani mend Romana Vlautini e famshme? Po për ato fundë burr një zyrtar i sekret, tendra sekret Ministrisë të Brendshme. Po prapa shumë tendrave sekret, shqiptarët duhet ta dinë sa miliona euro ka marrë burri i Vlautin në Ministrinë të Brendshme. Sekret janë tendrat. Sa ka marrë Carlo dhe Baxhanaku i kryeministrit në tek Akshi? Sekret. Vazhdojnë lumë. Bëj një pauzë vogël, të do rikthehemi prapë. Ledio, bëjmë një xhiro, hajde dhe unë tani. Lere Flamurit të bushoj 2 sekonda, sa të shofi celularin. Shqiqi mesazhe Flamurit, më thuaj të lutem si janë. Ledio, bëjmë një xhiro tek SFO Ili, përse se duhet i them në gjithë njerëzit interesuar, si puna ime, që duan që makinës që kanë, nuk kanë nësisht luksoze apo jo, duhet të jetë karburant të saktë. Të shkoni vetëm te SFO Ili, zotërim. Pse ja them të gjithë sepse janë vërtet të rrallë karburantet që nuk bëjnë mashtrime, që nuk mashtrojnë. Shkoni te SFO Ili, po doni të bani makinën gjallë, të mos sëmurët, dhe ju lutem mos fusni çdo lloj zorre që u del përpara rrugë, dakor?
Shkoni vetëm këtu, shikoni logon e Sepoilit, është një perle pa parë. Said Yeima është the fuel of champions. E kete gjithandej e Sepoilit. Gjithandej. Disa pika në Tiranë, kur del në autostradë që ikën për Durrës, e keni diku te rruga, ke vështirë rruga që shkon nga Elbasani që shkon për Rogozhin, si quhet atje? Cerika Opeqin, e ngatroj gjithmonë. Ajo si quhet Cerika Opeqin kur te Sepoili. Në Cerik, po. Mund rruga atje për gjithandej. Bravo e Sepoili, i pa parë. Provoheni. Said, je njish. Riplaset fabula në ekran dhe ty. Më vjen një mesazh, do më lësh ta lexoj të plot. Po. Dhe pastaj do më japësh përgjigje të shkurtër që ta bëjmë bisedën, të japim ritëm. Vetëm para se ta lexosh mesazhin, do të them edhe një moment. E kupton çfarë ndodha kur në drejtori i policisë shtetit, ai që duhet teorikisht të paguhet teorikisht për të ruajtur sigurinë e qytetarëve dhe të pronës. Në drejtori aktual. Në drejtori që ashtu sot, që u fezulua sot. I Tiranë përfshihet në pengmarrje. Kuptoni? Dhe kush është në drejtor? Se duhet ta kuptojnë qytetarët. E ka kur ishte koha që akuzonim në kanabizimin e Shqipërisë, ka qenë kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, që ka denoncuar për parcela pafund me hashash në Fushkruj. Kemi qenë edhe në Po ti ke njohur se ke qenë ministri i Brendshëm, ka qenë në kohën tënde ky? Nuk kam një arrit njohur sepse kanë qenë, nuk them dot. Se ka dhe shumë vite në fakt. Jo, pa dhe policë. Po ju jeni pse s'jeni akoma në pushtet ju flamu, nuk e bini ti akoma. Për mediat e Ramës dhe të karteleve ne jemi në pushtet. Çfarë perle. Po. E o flamur, do më dëgjosh tani lezejmë. Po, a e kupton ti çfarë tregon? Inkriminimin në palc i policisë shtetit. Po ku si po shiko, a di ku je ti, më çfarë vendi je ti? Drejtorin e policisë shtetit ty ta ka caktuar Suel Qela. Po ky kush është më flamur? Ilir Proda. Po këta që janë më? Është emërtesë direkte e Suel Qelës. Prandaj ti e kthyer në narkoshtet. Në drejtorin e policisë shtetit, Neritan Nallbatin, ta ka emëruar troplinët, 2 kartelet më të fuqishme në Shqipëri, sot kanë emëruar drejtorin dhe drejtorin e policisë shtetit dhe kontrollojnë gjithë policinë e shtetit. Prandaj policia e shtetit përfshihet në këto. A e kuptoni që policët e thjesht janë të traumatizuar, të tmerruar që punojnë polici? Pse? Është kriminalizuar kupola aq shumë sa që është tmerr të punosh në polici. Mi the të gjitha këto. Tashi, fakti që e zëm për i momenti që janë të gjitha të vërteta këtoj feti dhe nuk mungon as i presi, dakor? Po. Fakti që ndërkombëtarët e duan kaq shumë dhe përgëdhelin këtë narkoshtetin që thuat i dhe është narkoshteti i preferuar në BE, i Bashkimit Evropian, edhe pse s'është futur akoma, ndoshta tregon që pikërisht me këto familje që thuat i, që fusin njerëz në punë, sapo e the apo jo? Ndoshta pikërisht europianët, ndoshta dhe amerikanët, këtë duan vëlla. Duan një shtet të tillë, duan stabilokraci. Dhe stabilokracia flamur nuk bëhet me demokraci vëlla, nuk bëhet që të llapin të gjithë. Të tjerë do pushojnë, është njëri që kontrollon të gjithë. Dhe prandaj ndoshta jo, kjo është pyetja ime, e bëj si logjik. Tani fakti që ka kaq kohë që Spaku godet, akoma si ka dhënë përgjigje pyetjes time, akoma si ka dhënë përgjigje e shmakesh, nuk e di pse. Cilës pyetje? Spaku Ramsin, apo Ramsi Spakun? Kush ha kë? Dhe ti që të më japësh përgjigje, duhet të fillosh një herë të më thuash të dhe pastaj ta elaborosh. Po duhet më japësh tani përgjigje. Po ta them unë. Spaku Ramsin, apo Ramsi Spakun? Kush ha kë? Para se japësh përgjigjen, Ledio ka gati një moment nga Ramsi 4 që flet për patllakët e BK-s. Po patjetër. Ja shikohet. Ballë më tani, nuk durojnë dot më. Ka një moment që do pushoj kjo histori. U bëm si këmbë të vis. Spaku. Në vinë kërkojnë telefonin tim. Se i bodin kanë mbledhë gjithë telefonat e Shqipërisë aty. Pushteti i drejtësisë mban ende në radhë të veta, lart e poshtër për Shqipëri, prokuror dhe gjykatës, jo pak, dritë shkurtër, mendje ngushtë dhe nganjëherë me një mungesë ulëritëse e integritetit, të cilët e bëjnë të bardhën zezë, ndërkohë që qeverisja e pavarur e sistemit reagon sikur flen këmbë. Siguranca trimoshave të BK-s, për cilët kanë dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit Ministrave dhe nuk donin të linin patllakën tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Patllakët i referohet me siguri Mysim Ketës apo jo?
Se në kohën e Bimketës o e patlakja, diti? Po. Tani është nipi i ti, nipi i Mysim Ketës, Jon Ketaj, që unë kam, më pëlqen shumë ai personazh, e thash deri në fundi kur ishim tu kur u caktuar, nuk e di sepse më duket një djalë shumë interesant ai. Edhe ai ishte shumë i ri, e kupton? Dhe kur e pash për herë të parë thash një sekondë valla. Kur e pash, po mos e dija që ishte shqiptar, thashë ky është amerikan valla. Ai është komplet FBI, gjithë serialet e FBI-t kanë fytyrën Jon Ketës, tha, brillant. Unë nuk e di pse flamur, sinqerisht ta them. Unë që ti e di që unë dyshon në gjithçka, nuk para kam idhuj. Ky Jon Keta një vlla. Nuk dua të ndryj fare të ndroj mendjen ty, ë. Po. Ky Jon Keta një dhe ky që është caktuar tani, dhe do marrim, as ishte i keq. Ishte atë tipin e vet. Prokuror politik është më Nëse jo prit se po thoshte diçka. Ky Jon Keta dhe ky Klodian Brau. Pas Arben Rakipi që ka pas Shqipëria në 35 vjet. Më duken interesant ato dy mua. Klodian Brau dhe Jon Keta, më duken dyshë interesante. Ti si mendon? Them unë. Megjithatë jo nuk të lë të flasësh tani. Do më thuash një Spaku Ramsin apo Ramsi Spakun? Ja, këtë doja të toja. Tani. Jo, po pos më thek, jo, nuk të lë. Do më thuash një herë, kë opsion zgjedh nga këto pyetje që kam në ekran, shive pyetjen? Po. Kush ha kë? Do më thuash, ti nise nga kjo dhe pastaj elaboroje. Ja, ta nis nga kjo. Që Spaku i ka trokitur... Jo, nuk e nise, jo. Ramsit. Ore, të më thuash, Arian, Spaku ha Ramsin, ose Ramsi ha Spaku. Nise me këtë dhe pastaj elaboroje, të lutem. E di që është e vështirë për ty, po do ta bësh. Po, tashti, unë do ta them në formën time shumë shkurtër. Jo gjatë, po. Të kam gjatë. Spaku ka trokit në derën e Ramës, Rama kërcënoi sot që do ta haj Spakun, Spaku kërcënoi që do të vinte dera. Kaq ishte. Më fal, po s'është përgjigje kjo. Kjo është përgjigja ime. Jo, unë të kam dhënë dy opsione. Kjo është përgjigja ime. Do ndodhi o njëra o tjetra. O njëra o tjetra ndodh. Në një shtet normal, do të ndodhe para. Në një shtet normal, me çfarë ka ndodhur në këtë vend, detyrimisht duhet ndodhe para. Por sot kreu i narkos paralajmëroi që mund të ndodhë dhe e dyta. E para duhet ndodhë sepse është këtu është bërë ulëritëse. Ti thua duhet ndodhe para, Spaku Ramsi. Detyrimisht duhet ndodhe para. Ndërkohë, në opinionin publik, perceptimi ti e di cili është, që zë një vend shumë të madh, ka disa perceptime, po më i madh i di kush është, që Ramsi dhe Berisha, Ramsi Kanta dhe Berisha do bëhen bashk, siç u bën dikur 2008, për ndryshuar kushtetutën, për një sekond, dhe do ta hanë Spakun. Jo, nuk do të ndodhë kjo. Më fal, Berisha para 2 ditësh e tha troçti, dëgjove. Nuk kemi pse zgjati mandatin Spakut. Dhe 2028 mbaron. Tani, kjo është tjetër gjë, më fal. Po më fal, nuk është sinjal? Jo, s'është sinjal. Tash do qëndrimin e Partisë Demokratike. Jo, po prit një pas një thuash qëndrimin që s'intereson shumë, sa e qëndrim publik. Unë do mundojmë të kuptoj atë që ju nuk thoni, jo atë që thoni. Unë po them një gjë në mënyrë deklarative. Ti thua atëre të zgjote Spaku Haramsin. Ne nuk do jemi bashkë në asnjë reformë për drejtësinë me Edi Ramën. Po s'ka mundësi më plomë. Po tash këtë më fal, Berisha apo hetohet edhe për 20 janarin, mira jo e asaj. Zotri. Pritet i hapet kjo më than sot. E morë vesh ta shtetën e fundit tani që duhet i bëjnë. Do t'i hapin çështjet e Saliut, Ore zotri. Do t'i hapin Remziun, o zotri. O zotri. Remziun, Maqedonsin që zhduk. O zotri, të themi gjë. Pra Berisha sot në një mënyrë është interesuar po aq sa Ramsi, qofse Ramsi vërtet është dishtoniu që ka frikë. Ta haj Spakun. Jo, zotri. Se hani tani flamur. Jo, zotri, ta them unë. E keni tavolin flamur. Ta them unë. Hani do ju haj. Jo, zotri, jo. Sepse Berisha dhe ne të tjerët nuk kemi asnjë siklet të hetojnë ç'të duan, të bëjnë ç'të duan, po kemi vetëm një gjë, që Altin Dumani dhe Spaku, që po thua ti Skapi, që në vend që të bënte aleancë me opozitën për të luftuar krimin, drogën dhe korrupsionin, sa po ulën karrike, i shpalli luftë opozitës, zhduku dosjen 339 dhe 186 të zgjedhjeve, që ishte dosje të plota të krimit më të faktuar. Nuk e mori. Zhduku, i kishin aty. Jo, më kishte prokuroria e... Ishin aty, hoqin nga aty. I copzoj dhe nuk e mbajti vetë, po nuk e mbajti vetë. I copzoj dhe qënë prokurori rreth. Dhe këtu... Po ishte kraja atër, nuk që Dumani, kujtë. Lutem, prit. Prit, ishte kraja atër, nuk që Dumani. Jo, prit atë të lutem. Që këtu të regoj që nuk është Spak, por është Skap. Sepse ju vazhdoni akoma të thoni që është Skap. Të lutem, tash më le ta sqaroj. Këtë akt bëri dhe pastaj ju vërsulë opozitës. E dini ju që Sali Berisha është i vetmi politikan që është bërë vetting rrënjësor të 35 viteve politik dhe të gjithë jetës ti. Jo, mos është i vetmi. Po, dhe si kanë gjeti presje, prit, as i presje. Qa u mundun me hedhë për media, që pas ka paguar
një trajtim mjekësor goca vetë dhe u quka korupcione, e kupton dhe apo ja? Është e tmerrshme. Pra ky është, dhe pranaj ne kemi drejtuar gishtin Dumanit, dhe kemi thënë ti dhe Arben Rakipi do ngelin në historinë e Shqipërisë si dy prokuror politik që keni derdhur jo drejtësi, po mllef ndaj opozitës dhe vetëm ndaj opozitës dhe s'keni qenë funksion të ligjit të drejtësisë. Kjo është, për shembull, ne Po dalë mëse a nuk mund është të falë vetëm, nuk është vetëm Dumani. A mund prit. Ke dhe Irena Gjokën që e dënoi që. Jam duke të sapo doja të. Tani a mundet i dashur mik, a mundet redukton të Dumani vetë. A mundet ne të themi që drejtësia funksionon kur në kreun e drejtësisë është një delinkuente si Irena Gjoka. E dënuar në Greqi, mashtruese, që mashtroi që nuk është dënuar. I erdhi nga Greqia dokumenti me vogël apostile, që është dokument zyrtar, dhe që ajo vazhdon rri në kupolin e drejtësisë. Tani këto janë problemet që kemi ne. Pra, me Irena, me Dumanën, nuk bëhet drejtësia. Këta të vazhdojnë. Ne nuk kemi shprehur asgjë për prokurorët e tjerë. Prit, s'kemi folur për pse. Se unë po e them sot. Çdo drejtues institucioni, miku im, institucionit i jep formën dhe fytyrën e tij. Dumani dha formën dhe fytyrën e tij. Spakut dhe e ktheu në institucion inkuizicionin ndaj opozitës. Jo vetëm. Prit. Po fal, ai ke në burgerin e Velinës. Ai ke në burgerin e Velinës. Prit more të ta them. Po një sekondë ka furt dhe njerëz tjerë, beqen, ai ke brenda o burg. Ilir Metën e keni parë, pra kjo është historia. Po ja pra Metën dhe Berishën nga ju. Prit, fatim me diu, pse me balanca numrash është? Po patjetër. Jo, s'është. Patjetër. Jo, drejtësia nuk statistikë është ajo. Jo, s'është statistikë. Duhet statistikë. Jo, drejtësia Po drejtësi speciale është kjo, pse çfarë kujton ti këtë? Por zotri, kjo është drejtësi speciale, molla, kjo është bërë për këtë punë. Jo, zotri, po ne flasim për drejtësi. Po zotri, kjo është politikë penale, mo. Tani mos merrim me këtë se Po mos merrim me. Pra, të tregoj unë. Do merrni patjetër si. Çfarë ndodh? Po qëse do ka drejtësi të pavarur. Se ekziston drejtësi e pavarur, nuk ekziston. Fal, në rast se do ketë drejtësi reale, nuk ka. Do të shohim ne tash çfarë. Nuk ekziston. Prit lutem. Ka vetëm balancë statistik. Fal. Edhe rojet e këtyre ku janë këta duhet përfundojnë bu. Oçani. E kupton ti? Pastruesja. Oçani. Pastruesja. E një në punëse të kategorisë të tretë të kësaj qeverie. Kishtë në bazë 500.000 euro. Vodi 700.000 euro dhe... Pastruesja. Vodi aqë. Po ajo të regoj që kështë e pale me rira. Të një në punëse të kategorisë të tretë. Ajo ishte mushkme, a thjesht bande parat. Po imagino që bëhet me këta, mo. E kupton ti? Po ja pra kjo është pra... Kjo është Kolumbia, kjo është Meksika. Çfarë po shikojmë ne? Mo në flamur, po pse habiteni më vëlla, mo çfarë njerëz të shkret më, ore ç'prodhohet në këtë vend, me çfarë do jetojnë njerëzit? Asgjë më vetëm me drogë. Po atëre, po pse i bini kësaj pune vëlla? Pse i bini? Po kujt i bien? Ore zotri edhe një, përdesa ti të koshjet me mua që këtu njerëzit nuk kanë punë vëlla. Nuk kanë me çfarë të jetojnë. Çfarë do bëjnë? Do bëjnë trafiqe më burr. Jo më zotri. Si jo? Po çfarë i ofron ky vend më? Për çfarë shteti? Po çfarë i ofron ky vend? Çfarë i ofron ky vend? Po pse? Ti thua që ky vend të ofron vetëm ose punë administrat. 200.000 veta në administratë, gjitha njësia, dakor? Që do thot 800.000 familje, këto janë votat e Edi Ramës. Që thoni ku janë votat, ja ku i ka. A temi që? Pri sekund. Pjesa tjetër, që nuk ka rrogë nga shteti, vëlla. Lere atë pjesën e shtresës mesme që janë maksimumi 15.000 veta, që jetojmë në një biznes të vogël, ose profesionet e lira si puna ime, për shembull që, hajde, mbijetojmë. Okej, unë quhem mirë, por çfarë si ka gazetarët e këta, jo të karteleve, ta që marrin rroga normal. Flas për pjesën tjetër të shoqërisë, me çfarë do jetojnë më flamur? Përveç se si mushk, vetëm mushka që transportojnë. Bëj një pyetje unë ti. Pse paragjykoni këtë punë, mor? Bëj një pyetje. Tani do ta thuaj. Pyetjes tonë do i bëjmë me pyetje. Ore, unë uroj dëgjoj. Unë uroj, në fakt nuk uroj. Po një ditë sikur të vinte që të mbyllesh rubinetat tulla dhe mos kishte më as drogë, të mbylleshin këto rrugët, e kupton? Dhe të vini ti në pushtet, ju do ju ngrënë, si thuhet, zgupthi vëlla. Do dalin njerëzit, pri sekond, se nuk do kenë shtahand vëlla. Do vinë t'ju mbysin, o flamur. Do ju mbysin, o vlla. Unë them, ju do të luteni shqyrë të vazhdoj kjo punë, që të keni dhe ju mundësi të qeverisni. Do hani dynjan, flamur. Prit, ta them unë. E ke parë tikun e shket, tik lapa, falë më një sekundë, që e përshëndeti Saliu, dhe bëri shumë. Absolutisht. Tiku tek pulla atje, okej, tani janë bërë 30-40 veta. Janë shumë pak. Pse janë pak, mu? Mori 60.000 vota në ato. Ta shpjegoj pse. Një sekundë pra, se të po kalojnë nga dega në degë. Po mos më kalojnë, ti shtajoj. Pra, e ka fjana, mund të bëni pak më të thellë, dhe mos bëni kaq manikeist, në kuptimin që të bëni analizë manikeiste, bardhëzi. Jo, Çani. Droga është e keqe, kjo është e mira. Ku ka të mirë dhe të keqe? Këtu është kush mbijeton. Mi i forti duhet mbijetojë. Shiko tash. Unë gjithë falë se pata një. Jo, shiko. Të gjithë këtë shtjellim kaq gjatë që e bëre, unë e kuptoj që Dërgojnë ndjes.
është jellim nga dëshpërues për gjendjen ku jemi ne. Po ne e thati, është dëshpërues. Jo, mendoj që është një konstatim pa ngjyra. Konstatim shumë dëshpërues për gjendjen. Dhe unë e kuptoj këtë gjë. Por toleroni pra. Jo, unë kam qenë shtetar. Unë jam shtetar, kam qenë ministri i këtij vendi. Sali Berisha ka qenë kryeminist. Prit zotëri. Ka qenë qeveri. Mos e vurdorën mikrofonin se kemi qenë në pushtet ne. Se nga 2005 a 2013 nuk ishte Shqipëria Kolumbi, po njerëzit investonin, ktheheshin nga emigrimi duke hap biznese, po investoi bujqësia, ishte sektorët ekonomisë që qallonin. Nuk ishte kaq dhe ishin 2.4 milion shqiptarë që jetonin dhe jo 1.7 sa janë thot tu. Pse? Sepse ishte optimizmi, ishte modeli që ofrohet i qeverisjes një vendi, model i qeverisje normale dhe demokratike. Pse ikën njerëzit nga këtu? Sepse, prapë mbaj mend këtë që po ta them. Asgjësimi i dosjes 339 dhe 184, që duhet t'ia kujtosh njerëzve shajansve. I dosjet zgjedhore të krimit zgjedhor ku ishte Edi Rama dhe qeveria. Të vitit zgjedhje lokale ishte. Të vitit 2016. Zgjedhje lokale ishte. 2016 apo parlamentare. 2016 dolën për zgjedhjet 2016. Lokalet pra. Po lokalet. Tregoi një gjë shqiptarëve, i tha që këtu vota nuk ka vlerë dhe këtu ky do ta institucionalizoj, po. Institucionalizoj një qeverisje ku vota s'ka vlerë, krimi dhe korupcioni do të kontrollojnë dhe diktojnë gjithë shka. Stabilokraci, pra. Prit, jo s'është. Dhe, jo s'është, prit, s'është. Narkoregjimet nuk janë stabil, nuk quhen stabilokraci në asnjë protokoll. Ja narkoregjimet dhe narkoregjimet. Ka autokraci, forma autokrasish, të cilat konsiderohen stabilokrate. Forma autokrasish. Ndërsa narkoregjimi... Po bashkohet me narkon, thua ti? Narkoregjimi nuk ka lidhje me stabilikracin, është destabilitet, bile është destabilitet rrënjësor i një shoqërie. Dhe, ja ku jemi ne sot këtu, pra ke dy modele. A kishte mangësi në qeverisjen tonë, a kishte defekte, a kishte probleme, a kishte korupcion? Po! Këtu, pastaj, parama kishte ekonomi. Kishte sa vijat kuq. Dhe baza ekonomisë ishte puna, ishte zhvillimi, ishte ekonomia që vinte nga sektorët privat dhe sektorët privat. Prit, çfarë është lutem? Ti po deklaron... Hera e parë sot. Jo, se na iku koha. Hera e parë sot... Fjali e fundit. Hera e parë sot, në 35 vite, që buxhetin, gjithë zërat e buxhetit, gjithë buxhetin i mbajnë gjallë administratat e pushtetit. Mërshme. E mbam qeveria. Ky është, shiko, shtet më të madh se ky nuk gjen as i vend. Po, 90.000 ka qenë administrata e kohës tonë. 200.000 është sot. 2.4 milion shqiptarë ishin në Shqipëri, me 90.000 administratë. Janë 1.7 milion shqiptarë, les prava që thonë ta, dhe është numri i administratës është 200.000. Zonja Zotrinj, më falë framur, Zonja Zotrinj, e jo me kuptova këtë gjë. Droga është baza ekonomike. Zonja Zotrinj, mos harroni, jeni dhe shumë, po dhe lexoj pas pak, dhe lexoj framurit mesazhet tuaja, pyetje, bëni vetëm pyetje te kjo QR kodi këtu, bëni një login, bëni një skaner dhe logoni shfarë e thjesht, dhe bëni pyetje, unë do të hap pas pak, me erdhi linku, do të hap pas pak dhe do lexoj pyetjet tuaja për framurin që se keni. Framur, dëgjoj. Pra ti je më shumë me, ti sot deklarove publikisht, po ndërkohë nuk ma përgjegjësi për atë që do ndodhi nesër, apo jo? Ti vetë si flamur personalisht që nuk do të ketë marrëveshje me Ramën për të ngrënë spakun. Nuk do të ketë për të ngrënë spakun. Spakun. Jo për të ngrënë spakun. Asnjë marrëveshje për të futur duart në drejtësi me Edi Ramën, jo. A jeti që spaku të vazhdoj, sepse me kushtetuti mbaron 2028 pas 2 vjetësh. A jeti të vazhdoj spaku për te 2028-s? Jo, çfarë? Dumani ka thënë hapur këtë gjë. Unë jam për të respektuar ligjet dhe kushtetutën e këtij vendi. Pa, domethënë nuk duhet të vazhdoj. Çfarë është ligj dhe kushtetutë e këtij vendi duhet respektuar. Ja, pra, e shikon? Jo, prit, çfarë është? Ore, ata duan të vazhdojnë, më duan që kjo strukturë të vazhdojë. Komuniteti tyre, se janë komunitet ata. Janë profesionistë ata, valla, pavarësisht nga etiketimit që i bëni juve. Spaku, gjykata speciale, një sekondë. Çani, BKH-ja. Çani, do vim dhe diskutojmë për këtë çështje. Ne sot kemi rastet flagrante. Ore, mbështesi ju sot spakun apo jo? Rastet flagrante. Ore, flamur, mbështesi spakun ju sot apo jo? Zotri, ka dalë në luftë hapur e dinamike me spakun sot. A do të ta them? Po, ne kërkojmë që nga skap të kthehet në spak që ta mbështesin.
Po cili është kriteri pra i ta që kuptoj? të luftoj të ketë shtyllë të luftës krimin, drogën dhe korrupsionin, Nuk po e bën. dhe jo opozitër. Kaq është. Kjo është ajo që kërkojmë ne. Ti thua, mos merret fare me opozitën. Zotri- Edhe ky spaku i ri, i drejtuar nga Abrao. Zotri, opozita nuk do të jetë një nga shtyllat e luftës që do të ketë prioritet spaku. Këtë kërkohet. Pra të jetë krimi, droga dhe korrupsioni. Altin Dumani e ktheu shtyllën kryesore mbi cilin ai bazonte suksesin në thojzat të tij, luftën kundër opozitës. Ta thash tani për Dumanin në borë. Kaq pra I ra të dyja palëve tani ke gabim. ecim këtu. Pse? Këtu po them Është e vërtetë që i ra kryetarët e opozitës dhe jo kryetarët e majorancës. pra. Këtu jemi dakord. Prit çfarë më duhet thonë? Po si bie dot aty se është kryeministër apo? Si bie kryeministër? Edhe për Ministër do të detyrë, bish- do t'i bish kryetarit të opozitës. S'kan dy të shkojnë te ai më burr. O zotri, në kushtet kur korrupsioni është galopant, në kushtet kur krimi organizuar ka kapur çdo qelizë të këtij vendi. Po do të gjen një promë më Prit. Dhe ta them unë, në kushtet kur Jo, droga se bëni denoncim, se të ma është thua. burimi kryesor i buxhetit të shtetit, këtu drejtësia, po të ishte në kushte normale, do ta kishte shkullur me rrënjë çdo nivel drejtues të institucioneve të këtij shteti. Iku. Kjo është e gjitha. Kjo është e gjitha. Për sa kohë këtu diskutohet statistika, është problem. Një mesazh për ty Flamur. Zoti Çani kam një pyetje për zotin Noka. Pse në kuvend nuk bëheni kur të gjithë deputetët e PD-s votoni kundër? Gjithmonë ju shoh që votojnë 2 ose 3 veta nga PD kundër. Sado që nuk e bllokoni dot një ligj që ju e kundërshtoni, prap duhet të tregoni kohezion në kuvend dhe me aq vota që keni, që s'janë mjaftueshëm. Çdo opozitë në Europë, edhe kur nuk e bllokon dot një ligj që kalon majoranca, përballet kur hapet votimi. Qoftë manual ose elektronik. Kur ju nuk votoni dot kundër, si pretendoni të vini në pushtet? Jo, domethënë e falenderoj, qëndron si kritika, apo jo? Një kritik, po jo tërësore. Pse? Po shkurtër se s'kemi kohë. Po, qëndron vetëm kritika që kur votohet nuk janë gjithë deputetët. Por çdo deputet që është në sallë i opozitës është gjithmonë kundër të shpreh vullnetin e gjithë opozitës. Mirë do ishte që Të ishin të gjithë atje. Të ishin të gjithë atje. Po pra, se është mungesë serioziteti. Mirë do ishte që të ishin gjithë atje dhe kjo qëndron. Por që çdo herë vota e çdo deputeti të opozitës ka qenë dhe është kundër, këtë nuk duhet ketë askush dyshim. Arian, biznesa kërkojnë punonjës dhe nuk do njeri të punojë. S'punon njeri për 400-500 euro, thuaj Flamurit më tonë. Në për biznese, nuk ka, jo vetëm s'punon, nuk ka punonjës dhe... Sepse droga është problem më shumë. Po pra çka ka ndodhur apo jo? Sot ju duket, sot rinia... është narkotizuar gjithë shoqëria këtu, më nuk është puna vetëm lart. Një nga problemet më të mëdha, të cilën kjo shoqëri shqiptare do ta vuaj në gjeneratën e ardhshme, është kjo. Këtu, përpos kriminalizimit, këtu është kriminalizuar edhe mentaliteti që është futur tek rinia. Mos u lodh, i thot, sot është punuar këto 13 vjet që simboli i njeriu të suksesit të jetë kriminali. Dhe është punuar kudo, nga qeveria, nga politikat, kudo. Idhulli, sepse pse shohin që idhulli është kriminali, idhulli është trafikanti. Prandaj është shkatruar arsimi. Dhe kjo është strategji për ta shkatruar këtë vend dhe për ta shpopulluar për këtë vend dhe për ta rënuar përfundimisht këtë vend. E kemi ngritur zërin gjithë këto vite ne dhe na thonë njerëzit po shihni filma fantastike. Jeni të pafuqishëm për ta rrezuar. Jo, kjo është pse? A e kupton sa dramë është kjo? Pra, se duhet ta mbyll. Pra sot, më duhet ta mbyll. Sot mesazhi që ka dhënë rinisë është lodhen ju të punë me djers, po ja ku janë çunat? Ja ku janë çunat e karteleve që bëhen miliardere me Bugatti, me Ferrari për një vit. Dhe e ka vrar shpirtin e dijes, pra nuk lodhet kush të mësoj. Kush është ai që shkon në shkollë, kulturohet, edukohet dhe kultivohet. Këtu ky ka futur një mentalitet. Ti je si të them unë. I pa vlerë. I pa vlerë. Flamuno, do të bësh me krim, është me në drogë për qeverinë e Ramës. Ora është 23:09 minuta, po shkon 23:10. Normalisht koha ka mbaruar, por duke qenë se këtu janë një kartel që nuk paguhet nga kartelet, një kartel, një banak që s'paguhet nga kartelet. Besoj e kuptove që unë të lash pjesën e fundit dhe që ti nuk e do, pjesën që duhet të flisim, të lash për në fund. E di që është pjesa që ti nuk e do shumë, do të flasë për qeveri dhe ti e pe që unë të bëra qefin, apo jo? Po, unë të qeveri të falenderoj, aty e kam. E do flasim pak për juve. Plaset fabula në ekran, let jo. Mos më rëzit thamu, se në fund e lamë.